Opozita ka braktisur sërish mbledhjen e komisionit të posaçëm të reformës territoriale, çka bën që projekt vendimi në shqyrtimin e përbërjes së komisionit të kalojë nesër në kuvend. Majoranca ka kërkuar ndryshimin e përbërjes së komisionit. Nga 16 antar që ka qenë deri tani, me ndarje të barabartë 8 antar për Partinë Demokratike dhe 8 për Partinë Socialiste. Ndërkohë Partia Socialiste kërkon ndryshim të numrit të antarëve nga 16 në 17, ku një antar më shumë do të kenë socialistët. Komisioni sipas kërkesës nuk do të drejtohet më bashk kryetar, por me kryetar nga Partia Socialiste dhe një kryetar që do t'i përkas Partisë Demokratike. Bashkëkryetari Arbian Mazniku në komision ka deklaruar se do t'i drejtohen nesër seancës për ndryshimet në përpjekje për të fituar kohën e humbur. Nga bashkëkryesi kalojmë një proces kryetar nën kryetar, siç janë komisionet standarde të komisionit, në mënyrë që sërish të krijojmë një element të parlamentarizmit normal në këtë komision, por ndërkohë të fillojmë të punojmë për këtë proces. Është e rëndësishme për të shpjeguar në publikut hapat e mëtejshme të punës që kemi për të bërë së bashku. Hapat e punës do të jenë në 3 kapituj të mëdhej. Kapitulli i parë, i cili do të ndodhi tashmë që në muajin shkurt, komisioni do të jetë ndarë në 4 grupe, në 3 grupe, në 3 grupe të mëdha, të cilët secili grup do të mbulojë 4 qarqe. Do të synohet që gjatë muajit shkurt, ky grup me pra njëtët 4 e komisionit, 3 deputet nga ana e Partisë Socialiste, do të shkojnë bashkë me ekspertët që t'i bashkojnë grupit, bashkë me deputetet e zonës, të takojnë kryetarët e bashkive, antarët e këshilleve bashkiak, biznesin, shoqërinë civile, ekspertët lokal, për diskutuar në gjithë territorin në raport me problemet, nevojat dhe sfidat që pushteti vendor ka përpara. Një plan pune të qartë, për fatkeq sipas edhe kërkesës bërë në konferencën e kryetarëve, kjo çështje qartësisht nuk funksionon, ndaj dhe ne do t'i drejtohemi nesër në mënyrë formale seancës për të ndryshuar komisionin, në mënyrë që më pas t'i hapim rrugën me shpejtësi dhe të fitojmë kohën e humbur të cilën ne kemi shumë shtrenjtë. Ky është mesazhi që kisha unë, në një nga antarët është më pritur të thotë diçka më shumë dhe më pas të ecim përpara.